minutave të fundit, që sapo është shpërndar në të gjitha mediat, është një njoftim në një postim në rrjetet sociale të koleges tonë, e cila është edhe sekretare për më tepër e këtij komisioni, koleges Koçeku. E para sepse është grua dhe dua të shpreh solidaritetin tim. E dyta është një shqetësim që shkon përtej përkatësive politike dhe prek edhe vetë themelet e shtetit të së drejtës, por prek edhe rrugën e Shqipërisë në integrimin evropian. Ajo ka deklaruar që është kërcënuar nga persona apo grupe kriminale, duke paralajmëruar se familja e saj, nëse familja e saj do të preket, do ketë pasoja të rënda. Unë mendoj që nëse kjo ngjarje është e vërtet, është një ngjarje tronditëse dhe i bëj thirrje të gjitha kolegeve, për më tepër kolegeve socialiste, që të solidarizohen dhe të reagojnë. Përdej gjuhës që është përdorur në këtë reagim, pyetja që duhet ta shqetësoj komisionin ton është si është e mundur që një deputete, një përfaqësuese e popullit, ndjehet e kërcënuar nga grupet kriminale. Dhe nëse krimi i organizuar është në gjendje që të ushtrojë këtë presion apo këto kërcënime ndaj një deputeteje, pavarësisht se cilës parti apo i përket apo pa parti fare, një deputeteje, një gruaje, atëherë çfarë ndodh me qytetarin e thjeshtë? Çfarë garancie kanë qytetarët e zakonshëm? Dhe ky nuk është vetëm një problem i rendit publik. Është një çështje që prek drejt për së drejti procesin e integrimit evropian. Të gjithë deputetët e këtij parlamenti nderuar kanë ardhur përmes votës lirë. Këtu nuk ka përfaqësues krimit, nuk ka votë krimit. Rezultatet për të gjithë njësitë kanë qenë qarta. Procesi ka qenë transparent. Padyshim që kushdo që ndihet i kërcënuar, kushdo që ka minimumin e indicje, duhet i drejtohet organeve, duhet i drejtohet policisë shtetit me njëherë nëse ka qoftë dhe një kërcënim të çfarë do lloji përmase. Se kush zgjedh Instagramin për të bërë deklarata, kjo nuk është puna ime fare, është e rëndësishme që ne për çdo shqetësim që kemi, duhet i drejtojmë organeve në mënyrat më të shpejta dhe më efikase për të garantuar padyshim atë që kemi vite që e garantojmë gjithë bashku, shtetin e së drejtës, forcimin e shtetit së drejtës, dhe në këtë mënyrë ne thjesht i bëjmë një kontribut të shoqërisë dhe nuk e kthejmë shoqërinë në postime.